Kamera është shumë e afërt me protagonistin. Kamera shumë shpesh është e afërt me Leonardon. Është një lloj dëshmitari, është një lloj partneri që s'ka ndodhur më herët. Ka bërë rol të mirë, nuk e anashkaloj këtë. Unë e adhuroj Leon, por jo në këtë rol, jo në këtë film. Filmi ishte në Short Film Corner të Kanës, që është, le themi, një kënd që Kana e ka për të promovuar regjisorët e rinj të metrazhit të shkurtër. Mirëmbrëma të gjithëve dashur miq, nga do po na ndiqni. Shpresoj të keni kaluar një javë sa më të bukur, një javë sa më të këndshme në shoqërinë e atyre që keni dashur vetë t'jeni, dhe të kaloni orët dhe ditët, por sigurisht pse jo edhe në shoqërinë e platformës digital me ato çfarë ka ofruar kjo javë dhe çfarë ofron gjithmonë kudo ka shqiptar. Për mua është gjithmonë një kënaqësi dhe mezi i pres këto të hëna, emisionin Thurje, takimin me ju, dhe shkon një falënderim shumë i madh për ju që na ndiqni. Ftoj tashmë pa humbur kohë ato që tashmë është bërë një pjesë e pandashme e emisionit ton. Castro Zizo. Mirëmbrëma Castro. Mirëmbrëma Jonçe. Si shkoi java? Mirë, pak e ngarkuar. Por sigurisht në shoqërinë e digitalbit edhe vajti shumë mirë. Besoj se çmimet Oscar i ndoqë? I ndoqa edhe përveç faktit që ishte një ekskluzivitet i digitalbit, që në fakt unë po vina Kosova djem dark erdha, edhe sigurisht që bëri buj duke pasur edhe eksklusivitetin, sigurisht maratona e transmetimit. Unë kisha një falënderim se rrallë njerëzit kryesisht duke parë televizorin, shohin vetëm pjesën fasadën e parë. Personalisht, po besoj edhe ti e ke bërë, që një falënderim shumë i madh i gjithë çunave, edhe që nga edhe duajnë të dorë trokite si në regji, si edhe çunat që ishte një maraton, sepse ishin shumë morë, pavarësisht që çunat janë heronjë të vegjël. Po e vërtet, madje ndryshe nga vitet e tjera, ishte edhe emocioni i nominimit filmit Shok. Filmit Shok, që të gjithë e pritëm me... Që gjithë e pritëm, vetëm një këshilltar i Ramës ishte më skeptiku që më herët e dinte që nuk do merrte Oscar. Në fakt edhe në studiot e ne, ishte edhe Genc Përmeti i cili bëri një analizë pak e cila e çoi drejt... Në fakt edhe ai nuk është se ishte i saktë, sepse papritura kishte sigurisht, por me sa vetë na pëlqen, ne jetojmë në këto, mendojmë sikur jemi në epokën e shqiptarisë temi dhe na pëlqen shumë, domethënë fakti që ne ndërruam për një moment që do fitoshim Oscar, po nuk është dashje lehtë. Ne ishim nominuar në 5 filmat më të mirë në mbar botën. Është një arritje më madhe, të themi, kjo ka kthyer vëmendjen e kinematografisë edhe nga subjektet shqiptare. Ti ke patur në një film të preferuar, në fakt, le të themi kështu, zakonisht bëj, themi, në thonjë antikonformistin, por Mad Max për shembull ishte duke qenë edhe një lloj triologjie, domethënë nga që duke qenë fans që në i Gibson diku i pari ka qenë diku në vitet 70, edhe duke qenë pak kështu futuristik edhe në efekte në gjëra më pëlqeu dhe e justifikoi të gjithë Oscaret që mori. Në fakt Mad Max që në fillim u tërbua, le të themi, me Oscar, 6 Oscar që çmimet e para, i mori të gjitha këto, çfarë janë lidhje me muzikën, me efektet, me... Por i meritonte, domethënë edhe koncepti futuristik që ishte trajtimi shumë i mirë. Pastaj kjo e DiCaprios, që gjithë e prisnin, unë kam një gjë një... Mirë, jo, nuk do ndalemi te DiCaprio, sepse ato ta kemi panelin e dytë, mos ta ezaurojmë me një herë, por ajo që doja dija, Castro, megjithëse ti preke pak DiCaprion, po le të mbetemi tek aktorët në përgjithësi, se ti edhe vetë ke eksperjenca në fushën e aktrimit, s'ke luajtur dhe një film. A keni një kështu, në një aktor që
që do t'i ngjash, apo në një aktor që ke idol, apo në një aktor që je xheloz për atë, nuk e di. Mbase mund të kemi ngjasim shumë të largët, pavarësisht që unë jam shumë herë më mirë se DiCaprio. Ti sot je bërë si Leo njërë, nuk e di arsye, a je bërë për panelin e dytë që do flasim pak për fenomenin Leo. Një fan si madh, pavarësisht që ai është një aktor shumë i mirë, unë kam shumë qef, po nuk e idealiz, nuk hyn tek idhujt e mi. Po kush është i preferuari yt? Jam pak më aktorit i old preferuar. school, themi. Po se di, nëse do rrim kështu pak te klasikët, te De Niro, domethënë është një te aktorët që e han komedin edhe e qajnë dramën, si më thënë. Ndërsa te gjenerata e re nuk e di, nuk po shoh, domethënë më shumë çdo ditë më shumë shoh që dyndje të mëdha ose dalje nga Hollywoodi që janë me doza të larta komercialiteti, edhe domethënë vetë aktorët janë disa manikin. Kam përshtypjen që edhe vetë kinematografia do eliminojë aktorët pas 20 apo 30 vjetësh. Domethënë e gjitha po shkon drejt 3D se hologrami, domethënë nuk po vlerësohet sepse aktori nuk është vetëm ai që jep në film, në fasad. Edhe kryesisht këto po diskutoja me një mik biles dje që me aktor shumë të mirë që i shef apo që idealizojnë njerëzit, fansat, nëse do bësh 5 minuta bisedë, muhabet, domethënë janë më bosh se vetë një kanaçe e rëndonte një pije gazoze. Po vetëm se këtë vit Castro në ceremoninë e çmimeve Oscar ndodhi një fenomen pak më ndryshe, pasi u përfol shumë filmi The Revenant dhe Inaritu. Për një arsye krejt ndryshe nga kjo që ti the. Më thënë pak këto efektet speciale, bazuar në ngjarje të vërteta, vështirësi xhirimi, gjithçka e tillë, historia e një tema kryesore e mbajtja e një premtimi. Po, domethënë që një lloj qasje të më organike. Kështu që ishte si një kthim në një kinematografi pak realiste. Po. Domethënë biles ka pasur edhe polemika shumë që mbi 6 apo 7 skena të filmit të DiCaprios kanë qenë, si më thënë, gati kanë qenë si plagjatur me kinematografinë e 50-60-ës, themi e bazave të kinematografisë moderne apo klasike, asaj që janë bazat e kinemas. Mirë, për ta zgjeruar më shumë të temë, për të marrë edhe mendime tjera, pra të dashur miq, besoj se e kuptuat, tema jonë e parë konsiston jo vetëm në çmimet Oscar, por mbi gjitha do marrim si pikë referimi filmin e shumë përfolur The Revenant dhe regjisorin Inaritu, pikërisht për shkak të këtij lloji filmi, çka ai solli, anaktheu ky mbrapa në një lloj kinematografie realiste. Ftoj me njërë në studio, Iber Dari, Ben Apolloni dhe Jeton Budima. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Jemi mbledhur për një temë shumë të këndshme sot, kështu që shpresoj dhe t'i ofrojmë publikut një bisedë të bukur. Iber, ndërkohë, para se të fillojmë bisedën, që të marrim edhe një lloj spunto, ndjekim një insert edhe kthehemi me njëherë, fillojmë diskutimin në studio. Ja, pra një insert që na rikujtoi edhe një herë filmin The Revenant, i cili Iber në fakt është shumë përfolur pikërisht për këtë, edhe çka Inaritu vet ka thënë që është si një kthim në kineman autentike. Ti si e sheh këtë fenomen dhe filmin The Revenant? Filmi Revenant sigurisht është një kryevepër e realizuar për këtë vit. Unë Inaritu e përcjellin në gjitha filmat e tij të mëhershëm që i ka bërë. Por ky film, për dallim nga filmat e tjerë, Inaritu është filmi me marketing më të madh të gjatë tërë vitit. Do të duke filluar nga xhirimi, duke treguar se filmi është xhiruar me dritë natyrale, filmi ka zgjatur shumë, ka pasur shumë vështirësi, skena me Ariun, se Leonardo si ka vuajtur gjatë filmit ta realizon filmin, dhe kjo na nxjerr se kinemaja po shkon të jetë duhet të jetë reale apo duhet të jetë e besueshme. Unë mendoj se kinemaja duhet të jetë e besueshme, filmi të jetë i besueshëm si nga aktori dhe nga regjia e regjisorit, nuk ka nevojë aq shumë të na tregojnë se si është realizuar ai film. Opse, sigurisht, ky film është cekur se është ka dhe shumë plagjatur, nëse mund të them, nga regjisori Tarkovski. Ka qenë një video e bërë, do thotë, Revenant në regjit e Tarkovskit dhe ka të marrë shumë skena të inspiruara, nëse mund të themi, por janë shumë të ngjashme nga Tarkovski. Ka skena shumë simbole të marrë nga shoku i tij më hershëm Alfonso Cuarón, filmi Gravity. Dhe si duket ky film vizualisht i kushtohet, do të thotë, meritet më të mëdha në këtë film ka drejtori i fotografisë Emanuel Lubevski, i cili ka arritur ta bëjë një vizualizim të shkëlqyeshëm të filmit.
dhe sakrifica e Leonardo DiCaprios, i cili më në fund do të shpërblyer me një Oscar. Ka qenë fshirë edhe për regjisorin, nuk duhet ta mohojmë se ka qenë lehtë, por është një film që edhe vetë buxheti u cek, do të thotë ka filluar me një buxhet nga 50 milion dhe ka arritur deri në 150. Dhe nëse marrim në historinë e filmit, nuk është vetëm Revenant ose Inarritu që ka pasur vështirësi në film, nëse bëjmë vetëm një krahasim me Francis Ford Coppola me filmin Apocalypse Now, do të thotë ai ka pasur vështirësi shumë më të mëdha dhe në fund ka dalë me një kryevepër të vërtet, do të thotë, si nga tregimi, nga loja aktorëve dhe nga regjia. Ndërkohë, Beni, shumë po kthehet kjo vëmendja tek filmat që bazohen në ngjarje të vërteta. Sikurse ndodhe edhe me Revenant, edhe në shumë filma tjerë që ishin edhe të nominuar për filmin më i mirë në këtë vit të sezonit të Oscarit. Po, është një thënie që thotë nuk ka gjë më interesante se sa e vërteta, dhe për atë edhe po i marrin këto tregimet ngjarjet që i kanë dëgjuar, që i kanë lexuar, edhe po i trajtojnë tash në kinema. Mendoj që po bëjnë shumë mirë, sepse po bëjnë filma shumë të mirë dhe pse jo. Po mirë, në rastin e Revenant, përpos ngjarjeve të vërteta, kemi dhe një realizim më serial, një marrëdhënie e vërtetë e njeriut me natyrën, një ndriçim natyral. Si e sheh këtë? Mos do të thotë Inarritu me këtë që kinemaja mund të shërbej plus, marrim tu parasysh edhe linjën bazë, temën kryesore që është ajo e mbajtjes së një premtimi. A është kjo si një tip kinematografia mund të shërbej për vlera morale apo? Kinematografia është art që i përfshin të gjitha artet tjera. Dhe në kinematografi mund gjesh gjithçka, mund të përdorësh gjithçka dhe edhe Inarritu e bën këtë. Dhe mendoj që Revenant është një kryevepër vizuele, po ajo çka më kalon me si të zbrast ashtu kur e kam shiku, është se tregimi nuk është kush e di çfarë, apo skenari, nuk është kush e di se çfarë, po si realizim, si fotografi, si interpretim aktorët dhe si regji është për një me diçka që do të mbahet mend, do të na shërbejnë e tjerëve që merremi me film, ta studiojmë, ta analizojmë se si është bë. Sepse kam lexuar që për me punu këtë film kanë xhiru vetëm 1 deri 2 orë në ditë maksimumi, për shkak se ju ka dashur ndriçimi vetëm natyral dhe vetëm në një kohë dikon pas dite, kur është drita më e mirë për kamerën. Do me thonë është një film që është një lektyre mirë për ne që e duam filmin edhe merremi me të. Po mendoj se duhet ta cekim nëse ka mundësi vetëm dy fjalë, do të thotë Revenant nuk është filmi i parë i cili është xhiruar me dritë natyrale. Do të thotë është edhe filmi Kubrick, Barry Lyndon, i cili në vitet 70 ose më herët, nuk jam i sigurt, dhe një film turk është Once Upon a Time in Anatolia, do të thotë nga 2 DOP të cilët kanë xhiruar me dritë natyrale. Mirë, jeton edhe mendimi yt për fenomenin Revenant, si e sheh? Po, unë jam i mendimit që ky film është i kompletuar, domethënë në total. Ky është film që unë zakonisht e përcaktoj si film autorial. Domethënë te filmat autorial zakonisht ka shkëputje nga standardet, ka shkëputje nga kodet dhe Inarritu është në gjendje me realizu ata. Elementi i dytë është që për ndryshim nga Spotlight, për shembull, i cili duket shumë i zakonshëm edhe në narracion edhe në formën e realizimit. Edhe pse njëkohësisht edhe ai bazohet në evente në ngjarje të vërteta? Po dhe i Revenant bazohet në ngjarje të vërtetë, mirë po njëkohësisht është edhe adaptim. Domethënë kryen në 2 veprime në njëjtën kohë. Te Spotlight, domethënë tema themelore është pedofilia, si një dukuri shumë e zakonshme në ditët e sotme. Po pedofilia nuk mund të trajtohet gjithmonë si tabu temë, për shkak se kjo është dukuri që është trajtuar edhe në Hollywood, domethënë në vitet e 80-ta, po ashtu edhe në kinematografinë italiane. Në anën tjetër, The Revenant është komplet në të gjitha nivelet, domethënë jo vetëm si vi narrative, mirë po edhe në kompozicionin e kadrit, kur flitet për kompozicion kadrit, për organizim të kadrit, edhe po ashtu interpretimi i Leonardot është fantastik. Domethënë, tu ka shumë gjendje emotive, ka shumë thyre, dhe këto veprime zhvillohen zakonisht në mënyrë paralele prej fillimit deri në fund. Normalisht ashtu si u tham më herët, fotografia ka shumë shtimung, ka shumë atmosferë.
ka shumë tonalitet, ka shumë kontrast dhe ashtu si u tha ma herët, do më thonë, në kuptimin informativ, ndryshimi është natyral prej fillimit deri në fund. Kjo është një inovacion i jashtëzakonshëm. Mirë, do i rikthehemi bisedës, por do doja të ndalesha pak të Valonin këto momente dhe jam e sigurt që Valon ti na ke ndjekur natën e maraton të ndarësimeve Oscar, ë? A ke një film të preferuar? Unë e që shumë filmi e Relevant, le më paja 3-4 herë. E ke parë 3-4 herë? Po, ka me qyrë shumë, dhe Leonardo me që shumë si aktorë, dhe i rëmëzova shumë mundë dhe shpimi Oscar në fond. Ashtu, ë? Mirë, ndërkohë materiali që ke përgatitur për ne? Faleminderit Valon, s'kena për ty. I got my first real 6-ring, boarding in the 5 and down, played until my fingers bleed. Was the summer 639? Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy Quick, Johnny got married. I should've known we never get far. Oh, when I look back now, the summer seems to last forever. And if I had a choice, yes, I wanna be there. Those were the best days of my life. Ain't no use in complaining when you got a job to do. Step my everything down and I'm driving, and that's when I met you, yeah. Standing on your mama's porch, you told me that you wait forever. Oh, when you hold my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Oh yeah, back in summer 69. Being working in time when we're young and restless, we needed to unwind. I guess nothing could last forever, forever. And now the times are changing. Look at everything's coming down. Sometimes when I play the old 6-string, I think about it, wonder what went wrong. Standing on your mama's porch, you told me that the West forever. Oh, and you hold my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Oh yeah, back in the summer 69. Oh yeah. Iber, për t'i rikujtuar dhe një publikut pra dhe për diskutuar në vazhdimsi për Revenant, ato vështirësi dhe mënyrën si ai është xhiruar, mënyra kronologjike e xhirimit, ato që u than drita natyrale, vendet reale apo xhirimi vuajtjes njerëzore sjell mënyrë aq reale. Kjo a të çon ty në një pikë që kinemaja po merr një kthes drejt një hiperrealizmi? Apo mund të mbetet me Revenant edhe nuk shkon më tej? Po kjo nuk është filmi i parë që ka provuar një sfidë të tillë. Do të thotë ka shumë filma të tjerë, dhe nuk e di
këta janë regjisorë të cilët dojnë të sjellin diçka në kinema dhe pastaj disa të tjerë ndjekin, disa të tjerë jo. Unë si regjisor nuk e dia do ta kisha ndjekë çfarë rrugë, nëse tema si përshtatet. Por kjo mendoj se arsyeja pse disa regjisorë bëjnë këto çfarë e ndjekin këtë çfarë rrugë, është ndoshta si pjesë e marketingut. Njëjtë sikur që bëri Inarritu me Revenant. Për shkak se filmat e tjerë nuk është përkushtuar kaq shumë, më shumë është përkushtuar në tregimet e tij, në filmat e tij, për shembull filmin Birdman vitin e kaluar që e kishte. Unë më shumë mundem të flas për Birdman, që më ka mbetur si një ndryshim në kinematografi, një film me një kuadër, sesa filmi Revenant, me secilin që do të bisedojmë, do të flasim, do të thonë po skena me Ariun dhe Leonardon, ose në zgjiruar me dritë natyrale. Por ky, ne që i përcjellim filmat, ky nuk është filmi i parë që është zgjiruar, siç e thash edhe më herët. Kështu ndoshta për publikun, të cilët nuk e kanë shumë informata, do të jetë diçka interesante dhe diçka e paparë. Për mua është e parë në filmat të tjerë dhe nuk e di. Më pëlqeu që, më falë, që po ndërhy, po më pëlqeu që e përmende hiperrealizmin, sepse është diçka një formë shumë jo veç në film, dhe menoj që më pëlqeu që e thatë hiperrealizm, sepse nuk e kam dëgju deri tash që dikush e ka qujtë tillë, e në fakt është një farë hiperrealizmi kinematografik Revenanti, dhe për një me është një tendencë, po t'i shikojmë filmat e regjisorëve që quhen autor, jo këta për konsum, që regjisorët e filma për konsum, ashtu që quhen. Po është një tendencë për me u duk sa ma real, sa ma afër dokumentarës, e Revenant është më i miri, është më afër asaj, sepse duket që çdo gjë është punu, është studiu mirë dhe ka marrë shumë kohë për të kriju qatë ndjenjë, sa që kur, sidomos të skena me Ariun, ose me Arushën, si që quajmë ne, është aq reale, aq bindse, me gjithë se aty është përdor CGI, do me thënë nuk është Arusha për një me, po aq bukur, aq është one shot, është me një kuadër e realizuar të gjitha jo. Leo. Si? Edhe ajo na duhet, se Marusha e vërtet na ikte Leo. Po është një film më herët që zgjuruar me kafshë vërteta, do thotë është tigri, leoni, dhe ka qenë shumë, nuk më kujtohet për momentin emri, do thotë janë zgjuruar edhe më herët, për atë për mua nuk do të jetë diçka surprizë dhe e veçantë. Se unë nga Inarritu pres diçka sikur që ka bërë me Birdman. Po, është interesant ajo që Inarritu e xhiron filmin me kuadra sekuencë, si quhen, ku aktorët luajnë gjatë gjithë kohës, janë pa ndërprer emocionin, ju qet vështirësi gjatë gjithë kohës, dhe kjo i bën që ata të jenë aq bindës. Për shembull, kur e shikon Revenantin, Leonardo është aq bindës, aq i vërtet, sa që fillon me të udhëhimt se për një me është të vujt ky njeri. Në përgjithësi, aktrimi në filmat amerikanë është shumë i mirë, po këtu është diçka për një me super i mirë. Ndërkohë, jeton ti si eshe? Shesi një kthes këtë, apo thjesht Inarritu vlerësua për këtë mënyrë xhirimi, për këto kushte të vështira, për këtë realizëm që solli? Jo, është vlerësuar definitivisht me stilin që ka kriju, për shkak se tash Inarritu është regjisor i veçantë. Padyshim. Po ndërkohë, sikur se tha dhe Iberi, kjo nuk është hera e parë që xhirohet në këto kushte apo me këtë stil. Jo, është hera e parë. Unë nuk e di në çfarë konteksti ka menduar që po xhirohet, ndoshta në kontekstin e ndriçimit, mirë, po jo si teknikë realizimi. Se teknika realizimit është diçka tjetër. Teknika realizimit, domethënë që e përmendi pak Zbeni, fokusohet në kadër sekvencë. Domethënë këto janë ato situata ku çdo gjë fokusohet me një kadër. Dhe kryerjet, ajo që ka quhet si kata, po, organizohet brenda kadrit. E dyta është që çdo gjë nuk fokusohet vetëm në planin e parë, mirë po ka shpërndarje edhe në background, ajo që e thrasin si background, si perspektivë. E dyta, këtu përdoret Steadicam. Domethënë, edhe te Birdman është përdor Steadicam. Po ndryshimi është se te Birdman, për shembull, Steadicam është përmend edhe mund ta them që aplikohet vetëm në kuptimin e interierit, domethënë vetëm në teatr dhe në lokacione përreth. Këtu tash ka zhvendosje totale në eksterior. E tash kur kemi zhvendosje totale në eksterior, atëherë çdo gjë ndryshon, për shkak se reliefi është i ndryshueshëm. Në anën tjetër, kamera është shumë e afërt me protagonistin. Kamera shumë shpesh është e afërt me Leonardon. Është një lloj dëshmitari, është një lloj partneri që s'ka ndodhur më herët. Herët pika tjetër është që kamera është shumë elastike.
shumë elastike, është shumë ekspresive. Dhe më thonë, kamera vetëm ta përfundon. Dhe më thonë, kamera e përsjell aktorin, po pastaj futet në dëroj, zhvendoset të kalje, bje poshtë, në gjitet në altë, dhe më thonë, të gjitha këto kryen me një lëvizje. E kjo është ajo autorësia e Inarritus. Dhe më thonë, këtu nuk mund të flitet për përsëritje, për shkak se teknika e realizimit është i veçantë i Inarritu. Dhe më thonë, në këta dy filmat e veçantë, edhe u tregu. Në rastet e tjera ku përdoret kadri sekvencë, është diçka tjetër, për shkak se nuk është përdor kamera në dorë. Nuk është përdor, domethënë, steadicam, është përdor kamera në far apo në kran. Po lëvizja nuk është e njëjtë, për shkak se domethënë, përshtypja që ka kriju në raport me Leonardon është shumë emotive. Dhe reagimi Leonardos mirret në dorën e parë, dhe ky është dallimi. Kisha me cek se i mbesim Borg Alfonso Cuarón me filmin Children of Men. Faktikisht aje e fillon këtë metodë të bërit film. Dhe Inarritu sikur e ka huazu këtë teknik prej mikut ti, bashkë me Diopin, me drejtorin e fotografisë, sepse është i njëjti drejtor fotografie që ka xhiru gjithë filmat e Alfonso Cuarón dhe mandej ka marrë dhe Inarritu te Birdman dhe te Revenant. Do të thonë është teknika është si më parë, do të thonë i gjejmë këto elementet e Alfonso Cuarón Children of Men, filmi i tij, ku është një realizim i mrekullueshëm, po ndoshta më pak i njohur për opinionin. Se më pak marketing ka pasur ai film dhe do të thotë Inarritu ka filluar me Birdman të ketë long takes, nëse mund të themi. Cuarón ka filluar shumë herët me të njëjtin DOP, por nëse kthehemi në histori, long takes ekzistojnë nga filmat e Orson Welles. Touch of Evil është një film i cili fillon me kran dhe zgjat 7 minuta pa u ndal. Pastaj kemi një film brazilian ku shumë ka kohë të gjatë dhe nuk ka kat, do thotë zgjasin skena deri në 10 minuta. Por Inarritu në momente shumë të mira e përdori tek Birdman dhe tash kemi marketing shumë më të mirë të filmave. Për shembull, ky vit ka qenë viti i marketingut, ku producentat dinë ta shesin filmin dhe ndoshta nëse mund të them na manipulojnë publikun ose neve se ky film është i veçantë. Ndemi që jemi të marketingu, po jeton? Marketingu është diçka tjetër, marketingu domethënë nuk ka lidhje direkte me filmin, me realizimin e filmit. Deshta të them që krijohet përshtypja, domethënë përshtypja ime personale që The Irrelevant është një vazhdimsi e Birdmanit. Domethënë Birdman ishte një lloj eksperimenti që do të kryhet në interior, i cili do të zhvendoset në ekster. Për shkak se te filmi The Irrelevant, domethënë përdoret edhe kadri statik. Domethënë lëvizja kamerës është e kombinuar. Kamera nuk është vetëm dinamike, nuk është vetëm lëvizëse, nuk është vetëm ta quaj ekspresive. Mirë po, totalet për shembull, sidomos totalet e mëdha, zakonisht janë statike. Domethënë totalet me shumë aktorë zakonisht janë statike. Dhe këtu ekziston ajo lidhja mes kamerës dinamike dhe statike. Në anën tjetër, te Inarritu, sidomos në këtë situatë, lëvizja është e dyfishtë. Domethënë kamera është shumë dinamike, po edhe Leonardo DiCaprio është shumë dinamik. Domethënë njëjtën kohë, lëvizja paralele. Pastaj intro filmit është madhështore. Domethënë intro filmit zgjat diku 10 minuta. Edhe kjo përcjellet vetëm me kamerën në dorë, domethënë vetëm me Steadicam. Por në këto raste që thash më herët pakës, nevojitet organizim shumë i madh në background. Për shkak se kamera domethënë jo vetëm që përcjell protagonistin, në rastin tonë, por njëjtën kohë domethënë ka lëvizje më tepër se 180 shkallë. Kjo do të thotë se obligimi i asistentave të regjisorëve në aranzhimin e backgroundit është shumë i madh. Është shumë përgjegjësi e madhe me aranzhu si duhet. Beni, mendon që me qenë se ky stili Inarritu tashmë 2 vite rresht rëmben Oscarin, edhe me Birdman edhe tashmë me Revenant. Mendon që këtë vit kinematografia apo regjisor qoftë të rinj do të çojnë sy drejt këtij stili dhe do mundohen të tentojnë? Po mendoj që do të krijoje ata që do ta imitojnë, do ta duan këtë formë, sepse për një është një lloj kinemaje hiperrealiste dhe njerëzit janë lodhë të pa
kat prerje të kuadrit, sepse thuhet dikon që çdo prerje kuadrit është prishje ëndrrës, se filmi është një farë ëndre, dhe në momentin që vendoset me u prej ai kuadri është një lloj zgjimi prej asaj ëndre. Edhe kjo për atë që dy radhazi po vlerësohet me Oscar Inaritu si regjisor dhe mendoj që është shumë mirë që është vlerësuar. Mirë, Ben, falenderoj shumë gjithashtu dhe jetonin, ndërkohë Beri vazhdon që ndron me ne, edhe për panelin e dytë. Ndajemi këtu me Revenant, por sigurisht që do qëndrojmë me një pjesë shumë të rëndësishme ti, pasin panelin e dytë me të ftuar tjerë, do të flasim për fenomenin Leo. Na ndiqni ndërkohë, ju lën shoqërinë e insertit Instagramit. Edhe këtë javë Instagram është pushtuar nga foto të reja nga më të ndryshmet që personazhet të dashur për publikun kanë zgjedhur të ndajnë me miqtë e tyre virtual. Bie në sy kryesisht fotot me ngjyra nga natyra, përditshmëria apo tendencat më të fundit të modës. Mes shumë postimesh ne kemi përzgjedhur këtë herë fotot të ngjyra dhe të spontane të showgirlit Alba Çobaj. Rreth pasionit të saj për modën, televizionin apo aktivitetit të saj në Instagram, ja se çfarë rrëfen Alba për mikrofonin e thurjes. Përshëndetje nga unë Alba, eksperienca ime në Instagram është relativisht e gjatë, për rreth 3 vjetësh, pra kam qenë shumë aktive edhe para se të hyja në Big Brother. Diskutoj që tani jam akoma dhe më shumë, duke qenë se numri i personave që më ndjekin është akoma dhe më i madh. Por edhe në fillimet e mia, unë kam hapur, besoj se si gjithë që kanë dashur të më pranë me njerëzit e dashur, me miqt, me shoqërinë. Kam shumë pasion të bëj foto dhe sidomos selfie. Dhe prandaj jam inspiruar për të hapur, jam frymëzuar. Në Instagram postoj fotot më të bukura, të them të drejtën. Kurse në Facebook nuk është se i përzgjedh shumë, postoj pak më të thjeshta. Më të mirat fare ose në Instagram, duke qenë se aty jam edhe më e ndjekur. Por nuk është se kam komplekse të tilla që duhet jenë patjetër e rregulluar apo e lyer apo e veshur për mbrëmje. Unë postoj foto nga përditshmëria ime në fund, duke ngrënë në shtëpi, edhe pa tualet, në fund të thjeshta, por që mua për syrin tim më duken më të bukurat. Nëse do flas për fotot e mia preferuara janë shumë, duke qenë se kam hedhur diskutoj çfarë preferuara. Kam shumë postime rreth 700. Por fotot e mia preferuara janë disa foto profesionale që unë kam bërë me një fotograf dhe kanë qenë set për një revistë. Për shembull, kjo është një nga preferuarat e mia, sepse mund të duket sikur shpreh shumë, por faktikisht është shumë e thellë dhe është shumë artistike. Edhe tjetër mund të veçoj foton që kam bërë për ditën e time të 25 dhe këtu faktikisht është një foto spontane që ma kanë bërë miqtë e mi dhe shpreh një lumturi shumë e madhe dhe s'do kishte dalë më bukur se kaq, po ta kisha bërë vetë. Shpreh shumë pozitivitet dhe energji pozitive, prandaj më pëlqen shumë. Për mua Instagrami ka shumë rëndësi, faktikisht mund të duket pak qesharake, sepse është thjesht një rrjet social, por ama është të bën të kesh marrëdhënie dhe të komunikosh në përditshmërinë tënde, të shohësh fotot e miqve, të shohin fotot e mia dhe të më ndjekin dhe të ndjek ata që unë dua dhe që duan të ndjekin. Përveç fotove të mia personale, postoj shumë foto me miq, postoj foto të artikujve që unë publikoj në gazeta ose në blogun tim, postoj foto të emisioneve ku më ftohen, të emisionit tim, postoj foto pra nga jeta ime përditshme, pra të aktiviteteve që unë bëj në palestër, ose në një restoran preferuar, ose gatimin preferuar, ose gatimin që unë gatuaj vetë, që dëshiroj shumë ta konsumoj. Pra, gjithçka që bëj unë në jetën time, gjithçka, domethënë. Ato që mund të tregohen, unë i shfaq në Instagram. Kështu që mund të më ndiqni, sepse unë do vazhdoj të jem shumë aktive, kam përshtypjen që do vazhdoj të jem akoma dhe më shumë, me projekte të reja, me plane të reja. Kështu që ju falenderoj dhe pardoni ndiqni. Ka bërë rol të mirë, nuk e anashkaloj këtë, unë e adhuroj Leon, por jo në këtë rol, jo në këtë film. Të gjithë nuk morë me Leon, është me këndësurin e Brish 21 vjeçar, që një pjeshk e vogël që është si mashkull, për të dalë me zi e mori këtë Oscarin. Filmi ishe në Short Film Corner të Cannes, që është, le themi, një kënd që Kana e ka për të promovuar regjisorët e rinj të metrazhit të shkurtër. Java do të nisë bukur në Tiranë dhe Kosovë. Të apasionuarit pas teatrit, operas, baletit apo eventeve muzikore do të kenë mundësi të ndjekin këtë javë një sër shfaqjesh. Kështu në Tiranë, Teatri Kombëtar do të dhënë në skenë këtë javë premierën e komedisë Zbutja e Kryeneçës nga William Shakespeare. Shfaqja e shumë pritur vjen me regji të regjizores Elma Dorezi dhe në interpretimin e një kasti aktorësh të mirënjohur.
Teatri eksperimental Kujtim Spa i Vogli do të vënë në skenë këtë javë komedinë e re muzikore të çmendurit Adams, përmes lojës profesioniste të aktorëve, kërcimeve apo këngëve të ndryshme të interpretuara live. Kjo shfaqje do të argëtojë publikun familjar për rreth 80 minuta. Në fundjavë, voglushët do të mund të shohin shfaqjen mjaft të dashur për fëmijë, Parku Mambi. Ndërkohë Teatri Kosovës do të risjellë këtë javë 4 shfaqje mjaft të dashura për publikun. Shfaqja Portreti me regji të Kaltrin Balajt, shfaqja Ngishi nga Doruntina Basha me regji të Erson Zymberit, komedi Mbudallën nga Neli Simon me regji të Florent Mehmetit dhe shfaqje mjaft të famshme Ferma e Kafshëve, veprën e George Orwell me regji të Ilir Bokshit. Nuk do të mungojë as baleti. Të apasionuarit pas baletit këtë javë mund të shijojnë shfaqjen Stravinsky and Ravel nga Mehmet Kursat Kiliç. Ndërsa në Tiranë, Teatri Operës dhe Baletit do të sjellë këtë javë për publikun kryeqytetas baletin Impact and Table me koreografi nga Daniel Cardoso. Ardashësi do të kenë mundësi të ndjekin dhe masterclass me sopranën e mirënjohur shqiptare Ermonela Jaho, si dhe nuk do të mungojë dhe koncerti ansamblit popullor Ditë Feste në Tiranë. Jemi në studion e emisionit Thurje, në pjesën tonë të dytë, diskutuam pjesën e parë për filmin Revenant edhe për diskutimet e shumta rreth tij dhe kinematografisë, bazuar sigurisht në ndarjen e çmimeve Oscar, të cilën e transmetua maraton nga Digital, për sigurisht që nuk mund ta shkëpusim vëmendjen tonë edhe nga triumfi i shumë pritur i aktorit Leonardo DiCaprio, që tashmë është kthyer për vite të tëra në një fenomen të rrjeteve sociale. Dhe këtë gjë dua ta ndaj edhe me miq të tjerë në studio. Ftoj më njëherë Entela Binjaku, Marigona Nila dhe Klisman Byku. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Klisman, mirë se më erdhe për herë të parë në studio. Nina, një sukses, një karrierë shumë e suksesshme e aktorit Leonardo DiCaprio, ndërkohë një mosvlerësim me çmim për disa vite që pritej që Leo të merrte çmimin. A mendon që kjo ka krijuar një simpati akoma më të madhe ndër këto vitet e publiku për Leon? Besoj që po, nga që njerëzit gjithkohës ishin, domethënë çdo vit, sikur edhe unë si një fan e Leos, çdo vit prisja që ai të merrte çmimin që merrtonte, të merrte Oscarin, sepse merrte edhe çmime të tjera ndërkohë, vetëm atë kryesor nuk e merrte. Po besoj që kjo ka ndikuar shumë mirë në karrierën e tij, edhe mbasi është ndonjë gjë e menduar, po këtë vit ishte kështu si çershia mbi tort me filmin e fundit revolucionar. Entela, mendon që Leo realisht është kthyer në një fenomen të rrjeteve sociale dhe si ka ndikuar kjo gjë? Unë si fillim dëshiroj të të falenderoj që më bërë ftesën për këtë emision. Falenderoj që erdhe. Jam shumë mirënjohëse DiCaprios që e mori këtë çmim edhe për një arsye tjetër. Gjithmonë kam dashur të flas për të, për shkak se unë kam një lidhje shumë të fortë shpirtërore themi me këtë aktor, e cila përkon me periudhën kur unë isha studente dhe kur 97-a në Shqipëri ishte një gjendje ashtu siç ne e dim, ndërkohë që në ekranet jashtë vendit, në kinemat jashtë vendit shfaqej suksesi i tij shumë i madh, Titaniku, cilën unë e kam përjetuar nga afër në ato ekrane jashtë Shqipërisë. Dhe a është Leonardo DiCaprio një fenomen i rrjeteve sociale? Mendoj se e ka potencuar mjaft. Rrjetet sociale kanë potencuar mjaft talentin e tij, shfaqjen e tij, artin e tij dhe në ditën të nesërmen pasi është marrë ky çmim, lajmi për marrjen e çmimit ka qenë më i qarkulluari në rrjetet sociale. Kështu që nuk mendoj se suksesin ja sollën rrjetet sociale, por mendoj që ndikuan mjaftueshëm në popularitetin e lartë të tij, në potencimin e këtij populariteti edhe rrjetet sociale. Ta merrte mos ta merrte Oscarin do ishte prap më i foluri, më i përfoluri. Gjithë kishin sy tek ai. Mirë, Klisman, se po vim shumë si crescendo me këtë dashurinë e shprehur ndaj Leos. Ti jepi trego vetëm tënde. Dashurinë ndaj Leos si aktor, por edhe si aktivist, se nuk vlen ta përmend që ai përveç se një aktor i papar është edhe një ambientalist i papar. Emocioni im arriti deri në atë pikë sa që në momentin që është marrë ai çmim, ju kam parë live këtu tek Thurja, edhe më duket se çmimi është marrë pas orës 3 natës, domethënë me orën e Shqipërisë. Diçka më vonë akoma, më vonë. Në momentin që është thënë emri Leonardo, seriozisht nga emocioni, pata i lloj emocioni, sa që më doli i lloj loti shkarazi. Domethënë, as vetë nuk isha koshient që po qaja edhe pata aty mamin që tha, çfarë duke bë tha? Çfarë bëj?
po shoh këtë. Tha, je duke qarë. Thash, është lot, thash, është emocion. Po shihnin çmimet e Oscarit? Shihni të dy. Jemi familje artistësh në Breza me E kuptoj. Ishte lot gëzimi. Ishte lot gëzimi, patjetër, përveç se unë vetën pas disa vitet e shoh në aktrim, normalisht këto aktorë mbështetin pak, marrin pak mësime, sado që janë nga ekrani, mësojmë një presë, një pikë. Është e drejtë. Në fakt gjithë morëm me këtë punë e këtij Leos, jo se nuk është aktor i mirë, por besojmë që Akademia nuk gabon kollaj dhe nuk është se këti gjithë fansat u morën gjatë gjithë tyre kohëve, gjithë tyre vite pas 6 nominimeve ky tipi mos fundi e mori një Oscar. Sigurisht nuk ishte gati. Titaniku ishte i ndjeshëm, por nuk ishte, ai ishte në fillimet e veta, pavarësisht që është një aktor shumë i mirë. Megjithatë, Castro, ka shumë aktor të ri që me rolin e parë, sikurse Leo e ka pasur në Titanic, janë vlerësuar në Base nuk i ka qelluar filmi dur, si ka qelluar skenari, si ka qelluar, janë shumë element pasaj që të bëjnë për të marrë ti një Oscar, qoftë edhe si aktor protagonist. Unë dua të përveç me Leon që merremi me Leon, gjithë se Klisman e ka shumë qejf Leon edhe. Dhe ti po ja lëndon djenjat Klismanit. Evidenca e të riske edhe Leo. Po se jam takuar. Aha, bëhet shumë qejfe. Mendoj që këtë çmim u paraprit. Gjithë mendonin, isha duke folur, zojmë falë, vetëm një moment. Të gjithë nuk u morën me Leon, tash me kënçurin e Brish 41 vjeçar që një pjeshkë e vogël që është si mashkull, për të dalë me zi e mori këtë Oscarin, po nuk u kujtua si ri dhe nuk u zhvlerësua si lajm edhe në rrjetet sociale i Ennio Morricones, një tip, një ndër krye pas 500 filmave që ai kishte bërë kolonën zanore, një ndër njerëzit kryevepër që duke krijuar kryevepra i dha një Oscar në 81 vjeç. Dhe nuk u morën me Morricones sepse sot shet pjeshkëlliku, sot shet një femër e bukur apo një mashkull i pashëm. Unë e folëm pak edhe në fillim në emisionit që i si kanalçe bosh shumica e aktorëve që janë në Hollywood. Me një sumori e rifare, sepse ishte plak edhe nuk shet pasaj në fund fare. Po mirë të ishte që janë marrë me pjeshkat edhe femrat e bukura Leo dhe kishte marrë që në fillim se pjeshke bukur aq pjeshka që në fillim Leo. Jo, mos ishte rregulluar se s'ka qenë ai tash. Pak pjeshkëlloku Castro se po shkon 40, ta se nuk ecën teoria të çdo njeri që pas 40-a fillon jeta. Jo, më piqet pjeshka e mirë është e pjekur tani. Entela? Përmendit si Klismani rolin tjetër që ka Leonardo DiCaprio në kauzat bamirëse. Mos harrojmë në nëntorin e vitit kaluar ai mbajti një fjalim të shkëlqyer në Davos, në forumin më të madh ekonomik botror në Zvicër, ku ai shkëlqeu me fjalimin e tij. Po ashtu mendoj që këtë çmim e parapriu çmimi i tij në BAFTA, në British Awards, festivalin britanik, i cili është një garanci shumë e madhe për gjithë ata aktorë që marrin një çmim aty. Dhe të mos harrojmë fjalimi i tij kur mori çmimin BAFTA, dedikuar mamas së tij, sakrificave të familjes së tij, që ai të shkollohej, e t'i jepej një mundësi e ndryshme çdo herë, ishte magjik. Kështu që të gjitha këto së bashku edhe komercial shumë. Sepse Leo ka shpërthyer 14 vjeç me De Niro, mos e harrojmë. Sepse gjithë e njohin DiCaprio me Titanicun. Mos harrojmë rolet brillante që e ka pasur vite më herë. Nominimin e tij të parë ai e ka pasur në moshën 19 vjeç. Kështu që nuk ishte ardhur ende Titaniku. Nga ana tjetër, për absolutizmin e figurës së talentit të tij, ne këtë e kemi parë që tek Aviatori, që tek Dhoma e Marvinit, që tek Rruga Revolucionare me Kate Winslet. Ai erdhi natyrshëm, kulmoi me këtë crescendo që ju that, besoj unë deri në këtë marrje të çmimi. Mirë, Iber, ndërkohë ti si e sheh këtë rrugtim të Leos, shumë herë i nominuar, një karrierë suksesshme, shumë role të mira, dhe tashmë më në fund vlerësohet me çmimin Oscar. Nuk është për më çuditë se nuk ka fituar deri tash Oscar, edhe Castro e cekë shumë mirë, por Ennio Morricone është një kompozitor me 527 filma në karrierën e tij dhe më në fund para se të vdes, ndoshta se koha e tij e fundit është në jetë, u shpërbleu me një çmim Oscar. Po Oscar as Leon as Morricone nuk do ta bëjnë aktor më të mirë. Ne dim se Leon është aktor i madh, pasi që ka punuar respekti Leos sepse është një aktor i madh, është fakti që ka punuar me regjisorët më të mirë të gjithë duke filluar nga Scorsese, Tarantino, Spielberg dhe të tjerë. Dhe unë më shumë jam dëshpëruar kur nuk ka fituar çmimin me rolin të Ujku i Wall Street, për shkak se aty ishte në Matthew McConaughey, se sa te ky film, te Revenant. Te Revenant ka një rol të mirë, po këtu parashohet pikpyetja se e fitoi Oscar për shkak sakrificës së tij në film apo për shkak aktrimit. Dhe këtu e hap një debat të madh ky film se aktorët duhen të tash të përkushtohen në sakrificat e tyre, të hajnë ushqim të kafshës, të vuajnë, të kenë të ftoftë, apo duhet të jenë të besueshëm në rolin e tyre.
dhe shpresoj që mos të përcjellin këtë rrugën e Leos, po të përcjellin rrugën e një personazhi, sigur siç ka bërë De Niro, për ma një sakrificë, për shembull, De Niro për të hyrë në rolin e taxi driver, e ka marrë licencën e një taksisti ku ka punuar çdo ditë 12 orë në ditë. Dhe kjo është një sakrificë e aktorit për të misheruar me personazhin, sesa një sakrificë ku mund të flesh një kafshë ose të hash një mërqin të bizonit. Por nuk, sigurisht, kam qenë shumë i lumtur pasi që më në fund të fitoj Leo, si gjithë shqiptarët e të gjithë fansat e ty, por shpresoj që nuk e kap tash fati i keq, sikur që ka kapur Adrian Brodën dhe disa aktorë të tjerë, pas Oscarit ta lojnë aktrimin dhe të mirën me rolet të dobta. Ishte si një lloj çoke që i bën Leos, domethënë duhesh me patjetër me ia dhënë edhe ja dhan. Po ashtu ishin gjithë e kanë pritë se duhet ta fitoj. Nina, do të kthesha pak tek djali që tha që duhet bërë sakrificë mjaft e madhe, duhet ta ti të hysh në atë personazh të japësh shpirt. Leonardo tek ujku Wall Street, tek një skenë që është rrëzuar nga shkallë për të hipur tek makina e tij luksoze, ka një frakturë në bri. Dhe ajo frakturë është shumë e rëndë, ai do ketë gjatë gjithë jetës. Tani sakrificë më të madhe, të japësh më shpirt personazhit këtu, besoj se duhet të ketë. Paralelizimin e bëre me ujkun dhe me brim ka frakturë, është dokumentuar. Nuk e numrova, cila ishte. Zvarritja të Wall Street, i kemi edhe zvarritjat e Revenant. Dhe zvarritjat e Wall Street është për mua më e vlefshme se sa këta tjera të zvarritjet e Revenant. U kapa me sakrificën që ai e kisha e mori parasysh rreziqe dhe një ndër ato rreziqe ishte të kishte dëmtime shëndetësore. Nëse përcjell historinë e aktorit Daniel Day-Lewis, për shembull nuk mund të afrohet Leonardo me sakrificën. Ka aktor mjaft të mirë që akoma nuk janë kurorzuar me një Oscar për shumë arsye që ata dhe Castro, se janë shumë elementë që bëjnë atë mozaikun e madh që quhet Oscar. Mendoj që gjithashtu një intervistë që vlen shumë për të pasur se referencë nga mënyra se si është realizuar Revenanti, ka qenë ftesa që i është bërë DiCaprios tek programi i Ellen DeGeneres. Ai aty tregon pothuajse në detaje mënyrën se si është zhvilluar ky film, që nga momenti i marrjes e derisa arrit këtë performancë të shkëlqyer. Kështu që këto vështrimet pak të themi, mua më duken paragjykime, sepse në momenti që ajo figurë është vlerësuar nga kritika mbar botërore, shikuesit e tij janë të panumërt, box office-et arrin shifra rekord me ai për Titanicun për shembull që u fol këtu. Është komercial për atë shi, jo komercial, jo se ka vlerat e mëdha artist aktoreske. Që mos flasim si fans, se ti po flet si fanse. Nuk jam fanse e... Po flet si fanse Leos. Kjo që po flisni ju... Si flasim, jo pra talent, flasim për një aktor, ti po merresh me anën vizive, që të vlerësosh një aktor, sigurisht do të kesh 2-3 gjëra, do të jesh pak minimalisht regjisor. Nëse unë jam duke thënë për aspektet fizike të tij, unë nuk i kam vënë fare nduke këto, dhe të siguroj që kam shumë më tepër informacion mbi kinematografinë, se sa shumë të tjerë, se sa të arri të gjykoj unë vetëm për aspektin fizik. Besoj që nuk i ke, por nëse njohuritë mia mbi këtë fushë janë shumë më larg se sa unë të vlerësoj një aspekt fizik. Ai ka atë imazh që ka. Sepse Titaniku ai ishte një aktor mediokër që kushdo mund ta bënte. Kur fitoi Leo kjo u bë si festë zyrtare, kështu që tani po se bëra Imagjinon që të lexosh intervistat e DiCaprios për Titanicun, thotë ndjesin që kam përcjell tek ata shikues, nuk besoj se kam për ta arritur më. Mirë, sigurisht se nuk është se mbarojmë këtu diskutimin për Leon, pasi kemi ende për të diskutuar për fenomenin tash me Leonardo DiCaprio, por dua di dhe mendimin e Valonit. Ti pjesën e parë Valon a the që Leo është një ndër aktorët e tu të preferuar. Po, në fakt Johnny Depp më pëlqen më shumë ti, po e ndrove tani, ë? Jo, Johnny Depp më pëlqen më shumë, po edhe Leonardo më pëlqen. Edhe sa më pëlqen skena më shumë ti te filmi, se e kum pa në internet, nuk i di sa është e vërtetë e pjesa kur futet në Kali. Po, ajo është reale. Reale është, sa do dashta me di. Ajo është reale. Tani do ta ndryshosh mendimin, Leo, më shumë se Johnny Depp. Johnny Depp më pëlqen më shumë. Mirë, ndërkohë materiali i dytë për sonte Valon? Englishman in New York nga Sting. Valoni dhe çunat e orkestrës për ju. On the side, you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking County at my side. I take it everywhere.
suffer, injure and a smile. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Honesty, property, glitz and loyalty, you can see it as the only one. Gentlemen, sobriety, or realist society, another brand new counter with a soul. I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. I'm an Englishman in New York. Nina, Leo si aktor, si mashkull, ka, për atë që përfaqëson, ka shumë fans femra, sigurisht, kjo dihet tashmë. Mendon që është për shkak të pamjes ti, për shkak të fizikut ti, apo për shkak të roleve dhe meritave si aktor? Okej, si fillim them për shkak të pamjes ti, për shkak të qëndrimit të tij që ka ndaj kinemas, edhe të filmave si që ka bërë për vete. Për shembull, vitin e kaluar unë pash që numri i fansave u rrit goxha shumë, nga që e kemi njohur gjithë si një mashkull, Love Story nga Titaniku, pastaj me Revolutionary Road me Kate Winslet, kur fitoi Kate Winslet dhe i bëri një dedikim shumë special Leo, si i tha Leo, për ti për mua je një mashkull shumë i ndjeshëm, edhe pastaj aty filloi dhe akoma më shumë buja ndaj femrave për Leon. Edhe vitin e kaluar si një mashkull shumë i fortë, Wolf of Wall Street. Ka pasur gjithmonë shumë fanse të Leos, si që ka pasur edhe për James Deanin, se që parë po thoja biles, babi kur më fletë mua, kur themë unë jo, Leo, më thotë mua, pritë se ka qënë dikur James Dean, që gjithë femrat e kanë pasur dhe fotografinë e James Dean në bluzët të tyre, ose kanë bajtur gjithë ande me vete. Ndërkohë tani kemi Leonardo DiCaprio, si një mashkull, si një që na pëlqen shumë. Nuk cek edhe faktin që ka dhe shumë faza meshkuj dhe burra. Biles nuk kam dyshim që më shumë ka burra, sepse nuk hynë të këta meshkuj shumë burnar, temi, kështu që femrat të lënë kokën. Nuk hynë të ata mesdetarët, kështu tipik. Biles edhe shumë video i kene për rrjetet sociale që u gëzuan shumë meshkujt. Nuk e di, po ti Krisma ti ke që me mamin e nuk ishte... Përvec se u gëzoha unë qava, këtën të thash, ku shkoj gëzimi, po është e vërteta e që the që ka shumë fansa burra. Më shumë sa... Po, më shumë burra që ja dim vlerën më miliona. Me gjitha të Castro, ky modeli yti flokëve më së fundmi edhe kjo paraqitja jote, nuk e di pse më çon pak drejt. Je kam kopjuar Leonardo DiCaprio, sa? Është një aktor shumë i mirë, që mos keq kuptojmë, se zonja më parë bëri dhe një kështu që jetë zero, si i thoti pjeshke kështu. I them pjeshke se kështu ka qeft i them, edhe pjeshke mollë, qarë do më i them. Po edhe regjisorët që janë besuar gjithmonë punën Leonardo. Analizat tilla, do më thënë, analizat tilla janë, nëse këtu jemi në një fans klub të Leos, mund të rinë dhe mund të qojnë fare mirë, edhe flisë me Leon edhe merur me Leon gjithë ditën. Nëse do bëjmë një qëndrim dhe një analizë më të thellë, apo diçka jo, aq të cekët si Atëherë, le të përqëndrohemi tek fakti Iber, a ishte momenti, megjithëse ti pak a shumë e shpreh mendimin tënd, që mbase
do ishte më mirë që Leo t'ishte vlerësuar një vit më parë me Wolf of Wall Street sa me rolin e tij më Revenant? të mirë ka pas edhe Po vitin e kaluar nuk mund ta merrte Leo, do ta merrte patjetër Edi, sepse e ka merituar jashtëzakonisht shumë. Vitin e kaluar e mori. Edi edhe këtë pati një super performancë me Danish Girl, kështu që sërish Leo kishte konkurrencë të fortë, apo jo? Leo ka qenë para 2 viteve, Edi ka qenë vitin e kaluar, kështu që nuk kanë qenë në konkurrencë të njëjtë. Jo, nuk kanë qenë konkurrent bashkë. Po, këtë vit kishte goxha konkurrencë, normal. Ka pasur, por për shkak... A ishte momenti që Leo ta merrte apo është çmimi vonuar? Jo, ishte momenti. Nga të gjithë në panel, fillojmë së bashku. Nuk e di, nuk mund të më lau këtë përgjigje për shkak se ka pas aktorë të tjerë të mirë, por akademia të shërë bën gabime. Jo Leo në konkurrencë me aktorë të tjerë, vetë Leo. Rolet që ka patur ndër vite dhe ka qenë nominuar. Ishte ky momenti që të merrte çmimin apo ka qenë mbase një tjetër rol që ka merituar më shumë Oscar se sa ky vit? Mirë që e ka marrë për shkak fansave të tij. Unë mendoj ka bërë rol të mirë, nuk e anashkaloj këtë. Unë e adhuroj Leon, por jo në këtë rol, jo në këtë film. Pra nuk ishte ky momenti për mendimin tënd? Michael Fassbender ka bërë një rol shumë të mirë tek Steve Jobs, pastaj Bryan Cranston te filmi Trumbo dhe aktorë të tjerë. Edi kishte në rolin dhe Danish Girl. Ka pasur konkurrencë të madhe, por unë mendoj Tarantino shumë mirë thotë se kjo kinema me filmat biografik do të jetë një kinema korruptuar, për shkak se çdo herë rolet biografik po fitojnë çmime për Oscar ose po janë më të vlerësuar në Oscar. Tash kemi krizën më të madhe se të gjithë aktorët do fokusohen në sakrificat e tyre në për role. Do thotë ta bëjnë atë sigur e folëm më herët, të bëjnë sende shumë reale në shoqërimit. Filmi mjafton të jetë i besueshëm pa marrë parasysh se çfarë bëjnë aktorët në. Po ndoshta ka ardhur dhe ajo koha që duhet të përjetojmë ato gjëra që i përjetojmë çdo ditë, si jo të jetë një gjë si e montuar edhe e bërë special për filmin. Edhe ata duhet ta përjetojnë vetë atë që e bën, jo si skena të kapura pastaj në montazh. Atë demi në zhanër tjetër film dokumentar. Mua më ka pëlqyer shumë edhe fituesi The Spotlight që u bë këtë vit, është ndryshe nga herave të tjera. Kupton, tani po fitojnë gjërat që tamam ka një rëndësi edhe për jetën reale që e bëjmë ne. Entela, mendon që kjo ishte arsyeja që edhe Leo u vlerësua me çmim këtë vit? Unë mendoj që fitimi i Leonardo DiCaprios në këtë rast ishte një lloj rikthimi, le të themi, një lloj nderi që ju takon artistëve italianë, me origjinë italiane, sepse po të shikosh biografitë e aktorëve italianë ose regjisorëve italianë, shumë vonë janë vlerësuar me një çmim kaq prestigjioz siç është një Oscar. Dhe në këtë sens mendoj që kjo ishte një kohë e duhur nga njëra anë, po ndoshta edhe e vonuar për të tjerët, dua të them. A e meritonte DiCaprio këtë rol? Mendoj që ai në moshën 41 vjeçare, siç është aktualisht, me një karrierë kaq të gjatë në kinematografi, ku nominimi i parë ishte në moshën 19 vjeçare, dhe pas 6 nominimeve arrin të marrë një vlerësim, mendoj që është koha e duhur, shumë e mirë, dhe pse jo, ai domethënë përfaqëson një gamë shumë të lartë cilësisht që duhet ketë një aktor dhe që meriton që ishte koha, vërtet, mendoj që ishte koha. Klisman? Atëherë unë mendoj se ky ka qenë roli dhe filmi dur për Leonardon për Oscar. Nuk është as pak i vonuar. Mendoj se ky ka qenë filmi dur për të dhe që meritonte vërtet një Oscar dhe mendoj se më mirë se kaq jam pak skeptik se Leonardo mund bëj. Mund të qëndroj vetëm ke ky nivel. Më lart s'besoj që mund të shkoj. Mendoj një film tjetër të ardhshëm. Pra nuk është se ti ke një preferencë apo ndonjë rol tjetër të mëparshëm të Leos që mendon që apo ke pritur që Leo të vlerësohet me çmim për atë rol? Gjithë rolet e bukura dhe të nda që Leo ka patur në vitet para shumë vitesh, unë kam qenë më i vogël, edhe mendoj se kam qenë paksa nuk kam pas atë syun artistik ose nuk kam qenë mjaftueshëm kritik për ta vlerësuar anën aktoriale të Leos, saqë mund të them që kur u bë Ujku Wall Street unë kam qenë 18 vjeç. Edhe nuk do jepja një mendim, nëse këtë pyetje do ma bëje para 2 vitesh, nuk do të përgjigjesha fare. Goca bëni llogarin shpejt tani sa vjeç është Klisman? Jam 20. Tani që jam 20 edhe besoj se e kuptova atë dhe Revenant, domethënë fillova të isha pak më i thellë në vlerësim, mos isha ai si përfaqësor, them që edhe duke bërë një krahasim me filmat e tij që ka pasur më parë, mendoj se ky ka qenë momenti dhe roli dur për Oscar. Tek roli më përpara, jo. Roli që ka patur përpara këtij, jo. Castro. U mërzit.
Jo. Po ta di aty në fansklubin e Leos nuk isha fare. Kastro këtë pjesën e rrjeteve sociale dhe lobimeve aq të mëdha të fansave të Leo. Si është, ka ndikuar në këtë pjesë që Leo më në fund? Po nuk besoj se ka ndikuar se ato. Merr të çmim nga akademia? Akademia është më e thellë dhe nuk i shef gjërat aq cekët, sesa rrjetet sociale këto kanë. Unë ta thashë pak më herët që kjo ishte një lloj forme si një qok. Leo ka pasur role brillante kur ishte edhe 14-15, mos harrojmë se jam pak me memorien e filmave, mos harrojmë rolin shumë të mirë, shumë të madh që ka pas me Del Nirën, që për mua nuk ka qenë i nominuar, po ai fare mirë 15-16 vjeç mund ta ishte marrë Oscarin. Lirisht. Por kam përshtypjen që nuk është paneli dur ky tani që të bëjmë analizat e thella kinematografike se si ky ne mund t'japim një mendim tonin relativisht të cekët kundrejt preferencës që ne kemi ndaj atij si aktor, por cili është ai rol që ti mendon që Leo duhet ishte vlerësuar me çmimin Oscar, nëse nuk është The Revenant? Ka pas shumë filma, për shumë ne harruam Poetët e Ferrit, që ka pas rolin e një homoseksuali që për mua ka një ndër rolet më madhore, do më thonë që ai i shlyu, i tejkaloj pjesën, e tejkaloj veten e vet, e tejkaloj atë seks simbolin temi që ushitesh te gosat e vogla, adoleshente e kështu me radhë. Për mua është një ndër filmat shumë të mirë, me gjithë komponentët themi në atë, do më thonë sepse kryesisht është parë kjo çështja ky raporti homoseksual që ai kishte me rolin. Po Entela? Ka menduar se ai duhet ishte roli për Oscar. Pastaj kur pash Rrugën Revolucionare me Kate Winslet dhe unë ndjeva pak keq që në kuptimin ai nuk mori po të njëjtin vlerësim si ajo. Pastaj kur erdhi ujku i Wall Streetit dhe të them drejtën kur e kam parë, e kam pyetur veten se çfarë më shumë më mirë duhet kishte bërë ai që ta kishte merituar. Por të mos harrojmë, çmimet Oscar janë shumë juri që votojnë për ato Oscar, janë shumë arsye që e bojnë një film të marrë një Oscar dhe një aktor të marrë një Oscar. Shpresoj shumë që filmat e tij në të ardhmen të janë po kaq profesional dhe t'i lënë artit të kinematografisë, historikut të kinematografisë botërore, rolet mrekullueshme siç kanë lënë aktorë të tjerë paraardhës dhe siç të tjerë janë ende duke e furnizuar, themi, këtë botë magjike që paraqet kinematografia me role shumë të bukura dhe personazhe shumë të arrirë. Dhe për sa i përket rrjeteve sociale, unë mendoj se ndikimi i tyre në marrjen të çmimit të Leos ka qenë zero. Nuk ka fare ndikim, ato thjesht mund t'i rrisin audiencën, mund t'i bëj sa më shumë reklam, siç dihet dhe thuhet nuk ekziston diçka si reklame keqe, reklama është për herë mirë nëse je pjesë e botës së televizionit dhe mendoj se rrjetet sociale nuk kanë patur fare ndikim, se tjetër për atë punë rrjetet sociale janë marrë me Leon që në fillimet e tij, që kur janë hapur fillimisht rrjetet sociale dhe që kur ai është shfaqur si aktor tek ne. Në forma tallse, në forma ironike, në përgëzime gjëra të tilla, po që të ka patur ndikim nuk ka patur fare në marrjen e Leonardos. Mirë, Iber, se ti e përmend edhe pak më parë që jo domosdoshmërisht një çmim Oscar të bën aktor të mirë ose të keq apo jo. Sikurse dhe në rastin e kompozitorit të madh Ennio Morricone, i cili nuk ishte vlerësuar më parë me një Oscar, saqë mbase Akademia u detyrua që para disa vitesh i dha çmimin e karrierës, pasi mendoi se mbase nuk do e merrte kurrë këtë Oscar. Pra, nuk është se të bën një Oscar, apo jo? Po sigurisht, ne kemi Kubrickun, regjisorin më të madh në botë pa Oscar, pastaj janë edhe disa regjisorë shumë të njohur. Tarantino asnjëherë nuk ka marrë ndonjë Oscar për ose këtë vit që është bë dëmtimi më i madh i Tarantinos nuk është nominuar për skenarin më të mirë me filmin Hateful Eight dhe shumë të tjerë. Po prapë Oscars është bën ndoshta një show business, se mund të them, nga gazetarët, nga publiku, nga fansat e tyre dhe edhe Emanuel Lubezki, i cili rradhazi fiton Oscarin e tretë, i tha këto fjalë. Unë nuk mundem të them se jam Diopia drejtori më i mirë, pas jam i votuar vetëm nga 6.000 anëtarë të akademisë. Dhe ajo nuk është e gjithë bota. Mirë. Iber, faleminderit, gjithashtu edhe pjesën tjetër të panelit. Faleminderit Entela, Anina, faleminderit Klisman. Në fakt, ne mbrëmjen e sotme ja kemi dedikuar krejtësisht kinemas. Në pjesën e tretë do të flasim për kinematografinë shqiptare, që ndroni me ne. Ndërkohë linja për Jessicën. Filmi ka në qendër të tij një çift të pamartuar, të cilët kanë një shtatzani, baza ka një shtatzani të padëshiruar. Filmi ishte në Short Film Corner të Cannes, që është, le themi, një kënd që Kana e ka për të promovuar regjisorët e rinj të metrazhit të shkurtër.
Ajo që është e rëndësishme është që ne kemi një përfaqësim. Herë tjetër nuk e kemi patur, edhe kemi arritur një hap të mirë. Të dashur miq, mirëpresim në pjesën e tretë e emisionit Turja dhe në fakt një falënderim shkon për mbështetjen e këtij emisioni Automaster Showroom and Service, përfaqësues dhe importues i autorizuar nga Fiat Chrysler Automobiles në Shqipëri. Dhe ka ardhur momenti që të gjejmë personazhin, baby personazh në foto. Mua më duket sikur sa më shumë puntata kalojmë thurje dhe aq më shumë vështirësohet për ta gjetur të personazhin. E kanë autorët janë kështu që flinë më vështirësohen. Ky është Dimitër Gjoka. Dimitër Gjoka. Ka një çere. Do me thënë të duket gjinia mashkullore, Kastro. Po më mashkull se kaq. Nisa. Megjithatë kanë dalë gjithë ato femra që janë bërë meshkull se janë asjellës. Mirë, nuk jemi akoma në ato epoke. Jo, jemi larg. Janë burra po. Nga publiku? Ose janë asjellës. Gazetare. Denis Dyrnjaja, gazetar. Aha. Ndonjë sugjerim tjetër, në një mendim tjetër? Si? Në rregull, atëherë kemi 2 nominime. Ndiqim insertin. Ai foli me shumë nostalgji për fëmijërinë e tij, për çorapet e bardha, gjunjët e vrarë apo shotitjet e famshme të së dielës. Sa më tepër rritet ky vogëlush, aq më shumë nostalgji kujton momentet e bukura që ka kaluar. Foto për njeriu është kujtim, në fakt, është të ta kthesh mbrapsht jetën dhe të rikurtosh detaje, emocione, gjërat veçanta që të krijojnë një lloj emocioni. Unë kur po shija këto foto, më erdhi ndërmend e diela e dikurshme, e cila ishte e zhurmshme nga mëngjesi i saj, mamaja na bënte gati, përpiqej gjithmonë që na vishte bukur, kryesisht e bardha ishte veshja me cilën ajo dëshironte të na vishte. Unë kam dhe një vëlla më të madh. Po me që unë isha i vogli, vëmendja ishte se si unë duhet vishesha më mirë që vllai të më merrte për dorë dhe zakonisht na qëllonte që të shëtisnim nga liçeni. Po para se të shkonim te liçeni, do të na duhej për shembull të bënim një foto te Skënderbeu, ka qenë një grop e famshme ku sot ata breza të dikurshëm, pra brezat mi, po edhe më përpara, se unë e kujtojnë që fotot bëheshin aty, ka pas qenë një grup fotografësh që rinë në pikat e ndryshme të asaj gropës pas kalit Skënderbeut, edhe ne pozicionoheshim në mënyrë statike për të bërë ato fotot dhe besoj se të gjithi kanë si në ndërmend po të njëjtat vende, kemi po të njëjtat foto, po të njëjtat vende, në të njëjtat lule backgroundi, pra nga pas vetes tonë, por gjithsesi ishte për kohën ishte diçka emocionuese, e bukur edhe vërtet sjell një lloj atmosfere të këndshme. Edhe sikur po thoja, këtë gjë fotot lidh me fëmijërinë, lidh me detajet, lidh me lodrat, lidh me ngjarje. Më kujtohet tani që dilja i pastruar, i lar nga shtëpia, i veshur mirë kështu, edhe ndërkohë që prisja vllajin, fjala vjen poshtë që dilte, gjuaja një gur me këmbë kështu, edhe çorapi i bardhë nuk ishte më i bardhë, ai ishte pis. Edhe kjo ishte shumë keq. Domethënë ky ishte një gabim i rënd që unë e përsërisja shpesh dhe ndërkohë kjo krijonte një problem në marrëdhënien time të pastërtisë me mamën time. Kam qenë gjithmonë, edhe sot jam, ata që më njohin për njëri elegant, kam qenë i dobët, nuk kam qenë shumë i shëndosh, kam qenë fëmijë fare, kam qenë buçko, me më thot mamaja ime dhe babai, kam qenë goxha topolak. Isha shumë i dashur me ushqimin, e kisha shumë qef ushqimin. Kam qenë një fëmijë kështu ish dërvjellët, kam qenë goxha ish dërvjellët, por jo i prapë. Do të thënë kam qenë ish dërvjellët, por jo i prapë. Nuk kam qenë nga këta fëmijët, po themi aventurier. Unë për fat kisha një biçikletë shumë të madhe të babait dhe detyrimisht gjunjët kurrëzoheshe, bëheshin copë në asfaltin e lagjes ku ne mësonim biçikletën. Po edhe karrocat me guzhinjeta, ata njerëzit që kujtojnë
besoj që qeshin me mua, ose busqeshin tani, sepse ne ishim një gardë pa fund me kusht kishte karrocën më të bukur me kuzhinjeta, rrëzoheshim, aty rrëzoheshim, po nuk e ndjenim dhimbjen sepse ajo adrenalina ishte aq e madhe sa ne ishim gjithmonë një garë, në një zhvillim të çuditshëm aty morie, këtu ma jep mua ta bëjmë, dohem kishte një lloj rivaliteti dhe një lloj kënaqësie sa dhimbja ose gërvishtet nuk ndjehesh. Ishte edhe dorës thonë që dhëmë njësoj, po them se nga që unë kam pasur edhe kujdesin shtesë të vllajt, duhet kem qenë unë më i përkthjelur, kështu që më i vogël më i përkthjelur. Do doja të kthehesha fëmijë, por me ca ndryshime të vogla. Fëmijët sot kanë më shumë mundësira. Nuk kanë ca gjëra që ne kishim, por kanë ca gjëra që ne si kishim. Dhe do doja ta përjetoja fëmijën e përzier me ca nga këta që kanë sot, dhe ca nga ato që kishim ne sot, që këta nuk i kanë sot. Këta nuk kanë sot ato vendet e përbashkëta ku ne luanim shumë futboll, luanim shumë volejboll, luanim dje me vajza bashkë, përziheshim, luanim me orë pafund, kënaqeshim pafund me ato mundësitë që kishim. Këto kanë më shumë mundësi nga pikpamja e lodrave, e lodrimit, fëmijët sot, por kanë më pak hapësira publike, kanë më pak gjelbrim, kanë më pak pastërti sot. Ishte Denis Dyrnjaja. Më fal, zonjë si quheni? Si quheni? Alma. Alma, kush të spionon këtu në digital, që i gjen këto personazhe, trego të vërtetën. Se ja ke qelluar shumë herë. Castro, ti jo. Jo, çonë se dia për vetë, tash dhimon. Mirë, pavarësisht se personazhi në foto ishte i përzgjedhur nga fusha e gazetarisë, neve sikur se dhe unë thash më para, këtë panel, në fakt të 3 panelet sonte, puntatën e thurjes sonte, ja kemi dedikuar kinemas. Në fakt për javë të tëra, një vëmendje shumë të madhe dhe shumë debate, diskutime, emocione, pati edhe filmi me metrazh shkurtër Shok, i cili shkoi aq pranë marrjes së trofeut Oscar. Megjithëse nuk arriti ta marrë, gjithsesi u kthye totalisht vëmendja e miliona shqiptarëve dhe miliona njerëzve në anën mban botës, sikurse dhe kinematografisë mbar botërore drejt këtij filmi. Pra, suksesi ishte plotësisht i arrir. Dhe në fakt kjo ishte edhe një spunto, pse jo, për të tjera produkte, për të tjera prodhime, që suksesi arrihet edhe jo domosdoshmërisht me buxhete shumë të mëdha apo me projekte shumë të mëdha. Një ndër to është edhe Mëngët e Këmishës, i cili më së fundmi po i hapen dyert në festivalin e Kanës. Dhe unë ftoj me njerë Ilir Butkën nga Qendra Kombëtare e Filmit, regjizoren dhe skenaristen Suela Bako, producenten Sabina Kodra si dhe aktoren Ina Gjonçaj. Mirë se erdhët, më vjen mirë kur panelet në thurje janë gjithmonë me suksese të tilla. Suela sikurse është edhe filmi Mëngë Këmishe. Na trego fillimisht diçka si lindi ideja, që nga fillimi, që nga zanafilla për këtë film, edhe deri tashmë ku jemi, qoftë edhe me pjesëmarrje me festivalin e Kanës. Ideja ka nisur që në studimet e mia në Akademinë e Arteve, Universitetin e Arteve, në Degën Master, për regji filmi dhe televizione. Ishte një ndërmendje për të marrë dhe për ta zhvilluar si ide në një nga provimet e shkollës. Ka qenë ide? Po, ka qenë si ide. Pastaj nuk ishte asnjëherë momenti, dhe shumë mirë që s'ishte asnjëherë momenti, sepse momenti do të ishte mbas studimeve të mia, në pikërisht filmi i parë pas këtyre studimeve. Hera e parë dhe njerëzit e parë me të cilët e kanë konsultuar iden, mbas edhe se thuash draftin e parë të skenarit kanë qenë Sabina Kodra, producentja e filmit, edhe Robert Budina, të cilët, të them të drejtën, jo se e prisja të ishin shumë entuziast ndaj këtij drafti, po ishin shumë entuziast edhe kjo më bëri që ta ecë më tej edhe të paraqesim edhe drafte të tjera derisa arritëm në zgjidhjen përfundimtare që ishte drafti me të cilin u prezantuam pranë Qendrës Kombëtare Kinematografike, duke fituar edhe si një prej filmave independent të 2014-ës, në mos gaboj. Është 2014-ën ju aplikuat, por ishte financimi i 2015-ës. Okej, për 2015-ën dhe ishte konkursi i parë si iniciativë e filmit independent të shkurtër, si iniciativë e Zotit Butka pranë kësaj. Do na flasi Zoti Butka edhe për këtë. Filmi pati premierën, apo duhet edhe faza e xhirimeve. Okej, kaloj
Kaloj faza para përgatitore e filmit me shumë, si thush, marrëdhënie të cilat u rritën në kërkim të aktorëve, pastaj në ndërtimin e stafit, me shumë konsulenca pranë producentëve. Arritëm në përzgjedhjen e aktorëve, që janë Ina Gjonçi në rolin e Gjildës edhe Lajrit Vasili në rolin e Martinit. Besoj një qift i cili rinë bukur bashk, edhe besoj që i kam dhënë shumë vlerë filmit. Dhe më pas vim tek premiera. Premiera ka ndodhur në datën 1 nëntor të 2015-ës. Premiera është bërë si pjesë e festivalit TIFF, Tirana Film International Festival. Nuk e di, premiera ishte pjesë e festivalit, janë shfaqur shumë filma atë ditë, dhe si thua nuk është se pata mundësinë që të kuptoj se si do reagonte salla që kishte ardhur për Mëngmisha. Kështu që jam i çik konfuze se si ka vajtur premiera, nuk kam një mendim, edhe emocionet kanë bërë të vetën. Dhe ky është lajmi, besoj, më i rëndësishëm. Unë besoj që ky do të jetë lajmi më i rëndësishëm për Mëngmisha, por le të shpresojmë që mbase ka edhe lajme të tjera. Dhe jemi këtu. Mirë, Sabina, si ishte ky bashkëpunim? Suela tregoi pak a shumë që edhe pse mund të ketë qenë pak skeptike te drafti i parë, por tha që Sabina ka pritur shumë mirë. Po, me thënë drejtën, marrëdhënia ime me Suelën është shumë e gjatë ndër vite. Do të thënë ne kemi 20 vite që njihemi, për të mos thënë që kemi një miqësi të ngushtë dhe shumë të fortë njëra tjetrën ndër këto vite. Dhe sigurisht rritjen e saj artistike unë e vura re që në Akademi të Arteve kur zgjodhi që të bënte regjinë e filmit, masterin për regji filmi, dhe sigurisht që prisja diçka prej saj që të ma propozonte. Pra, është një gjë që ti t'ja propozosh regjisorit, por është më mirë kur ai vjen dhe të propozon diçka vet, sepse buron natyrshëm dhe në këtë fazë zhvillimi, le të themi krijuese, është shumë e rëndësishme që regjizori në veprat e para të ndjekë instinktin e vet. Pra ti mos jesh i dhunshëm në një farë mënyre. Dhe kur erdhi projekti, në fakt ka qenë shumë interesant, Suela nuk e mban më ndoshta. Neve kemi aplikuar në krye të një jave, pra u shpall konkursi për filmin independent. Jo, shumë mirë, po nuk u mora me këtë pjesë. Edhe më tha, unë dua. I thash, okej, shofim çka ke. E solli, i thash, dakor, do e bëjmë. Dhe më thënë, ky ishte momenti, plotësuam dokumentacionet e tjera, dhe për një arsye, përveç se unë besoj që filmi nuk është në një hata, dhe më thënë, neve nuk po bëjmë çudin në një çudi të madhe. Filmi është i sinqert, dhe për mua, ajo që kishte më shumë vlerë nga gjithçka ishte sinqeriteti me cilin ai rrëfehej. Pra, ishte shumë e rëndësishme që nëpërmjet, le themi, financimit për filmin independent, që dua ta cilësoj, është super modest, dhe më thënë është më pak se 3.200 euro, diçka e këtij lloji, të japësh mundësinë regjisorëve të rinj të bëjnë një lloj palestre të stërviten, me një probabilitet shumë të lartë dështimi, që okej, edhe mund të dështojnë, por ama ajo që ti merr mbrapsht është një vepër artistike që në rast se shkon mirë, atëherë ti ke fituar një krijues. Dhe kjo për mendimin tim është një gjë shumë e rëndësishme dhe ndaj unë zgjodha të investohemi së bashku, sigurisht që jo modestisht, le themi, mua nuk më intereson metrazhi i shkurtër, mua si producente në zhvillimin tim metrazhi i shkurtër nuk më interesonte, por të fitoja një krijues më interesonte shumë. Ndaj dhe ishte ky, le themi, investim në këtë produkt kinematografik. Dhe sigurisht që pasi na zuri paniku mbas premierës, probleme, halle, telefonata, kur është bërë premiera në Tiranë, unë kam qenë në Köln të Gjermanisë, Suela ishte shumë e shqetësuar dhe e mërzitur, një gjëra, festivalet nuk po ecin mirë, do bëjmë aplikime, po sa kemi buxhetin për këtë, po si do ta bëjmë të aplikimin atje, po çfarë më duhet? Po më duhet disiplia, po më duhet kjo, domethënë një mal me gjëra. Okej, dakor. Sigurisht unë e mirë kuptoj gjithmonë këtë ankthin e krijuesit sepse është normale, domethënë që e ka si fëmijën e vet dhe do që ai të eci edhe të jetë aty, e kupton të rritet. Deri më në fund të hënën ka ardhur lajmi, në 7 të mëngjesit ka ardhur një email, edhe që filmi ishte në Short Film Corner të Kanës, që është, le themi, një kënd që Kana e ka për të promovuar regjisorët e rinj të metrazhit të shkurtër. Dhe atje regjisorët shkojnë,
sigurisht, mund shkojnë dhe një pjesë tjetër e stafit, në qoftë se do, etjera, ata shkojnë atje dhe kanë mundësinë e jashtëzakonshme e para të futen në katalogun e Kanës. E dyta takojnë me të gjithë industrinë kinematografike sot për sot që është në botë dhe i tregojnë filmat njëri tjetrit, bisedojnë, e kupton, ndërtojnë projektet e radhës. Do të ketë edhe screening, do të ketë edhe shfaqjen e tij në Neve jemi festivalin e duke u Kanës? marrë me screening, aktualisht që flasim, domethënë së bashku me distributorin ndërkombëtar, jemi duke u përpjekur të gjejmë një hapësirë se si të bëjmë dhe një screening në mënyrë që të ketë një vizibilitet më të madh filmi, sepse këto janë shanset vogla, e kupton, po të rëndësishme në karrierën e një regjizori i cilin aty mund t'i dali edhe një fat shumë i madh, si, nuk do të qëmë ta fejojmë Suelen, se kemi të martuar me 2 fëmijë. Po, fati i madh, profesionalisht, eksakt, është që mund të takoj një producent, mund të takoj një financues të rëndësishëm evropian për idenë e filmit të saj të ardhshëm. Ky si katalog edhe ky si rekord në vetë vete i jep mundësinë Sueles që në filmin e saj të ardhshëm të ketë mundësi të marrë një financim më të bollshëm. Po sigurisht, ketë prioritete. Mos jetë tek ai filmi independent, i vogël, modest, etj. I lodhshëm sfilitës edhe pafund, po të ketë mundësi që të ketë një vepër më dinjitoze dhe më. Mirë, Ina, ndryshe nga Sabina me këto streset e sigurisht producentes apo Suela nga ana tjetër me stres të regjizores, ti si e përjetove këtë eksperiencë? A e mendoje që do arrinte deri këtu? Jo, unë nuk e mendoj. Do me thënë, sigurisht që uroja më të mirën për filmin, edhe sepse sigurisht unë i dija paka shumë, jo problemet, nuk mund të them problemet, por e dija që ishte një produksion i vogël, e dija që pikën e vetë më të fortë do kishte pikërisht atë sinqeritet, për cilin Sabina foli, sinqeritet që unë e ndjeva shumë edhe gjatë ditëve të xhirimit në Pogradec, ka ishte një atmosferë shumë e bukur, me një sinergji shumë pozitive mes gjithë stafit dhe mes gjithë njerëzve që ishin aty, me një angazhim të jashtëzakonshëm nga ana e Sabinës edhe Bertit si producent, po pa diskutim Suela është marrë shumë, unë isha e terrorizuar, duke qenë se unë nuk është se kam shumë përvojë në film, duke qenë se edhe formimi im si aktor vjen në Akademinë e Arteve, që prapë mbetet Fakulteti i Artit Skenik, dhe unë kisha frikërat e mia, për cilat Suela më ndihmoi shumë, por e thash, edhe angazhimi, do me thënë ishte një atmosferë shumë e bukur. Dhe unë këtë e dija që filmi do ta kishte atë sinqeritet. Ishte një parandjenjë e imja. Sigurisht uroja më të mirën për filmin dhe jam shumë e lumtur, isha shumë e lumtur kur mora përgjigjen. Premierën nuk e di unë, ditën e premierës edhe unë sigurisht kam qenë stres, jam një natyrë që e kam shumë të vështirë të flas për një punë që unë bëj, sepse puna, sidomos për aktorin, shumë pak një aktor mund ta rrëfej punën që bën. Ai e bën, edhe unë nuk di të them, domethënë, në raport me punën time në film. Por jam shumë e kënaqur që kjo energji pozitive ka mbritur, edhe jam shumë e kënaqur që unë pata një impakt shumë pozitiv me Gjildën, me personazhin. Nuk e di pse që në momentin e parë kur mora skenarin, nuk mund të them drama e Gjildës, por ajo pasiguria e saj, ndrojtja e saj për të çuar përpara marrëdhënien me të dashurin përmes një fëmije, nuk e di, ishte diçka e cila më preku që në fillim dhe pati një sinergji dhe mes meje dhe personazhit. Dhe do isha shumë e lumtur nëse kjo do arrinte të përçohej për te ekranit dhe tek njerëzit. Megjithatë, meriton përgëzime Inë, pasi po vjen nga disa role shumë suksesshme, sikurse ishte edhe Tremotrat e Çehovit. Kështu që sigurisht kam besimin që edhe ky është rol shumë i mirjoti. Ndërkohë, para se të kalojmë tek zoti Bucka, ndalemi pak dhe dëgjojmë performancën e fundit të Valonit për sonte, që është Valon? La Vida Loca, Ricky Martin. Shumë mirë, hajde, ritëm, thurja. Chills into superstition, black cats in the voodoo jaws. I feel domination, that girl gonna make me fall. Chills into the sensation, no
Falenderoj, një falenderim shumë i madh shkon për Valonin dhe për çunat e orkestrës në këtë version rock që i sollën këngës Living la vida loca. Bravo çuna. Edhe njëri kthehemi bisedën në studio. Zoti Butka, si funksionon me financimin nga QKK-ja, në këtë rast me filmat me metrazh shkurtër dhe duket sikur kohët e fundit filmat me metrazh shkurtër janë ato që po të rreqin më shumë vëmendje. Ka dy skema financimi për filmin e shkurtër. Është skema tradicionale që kemi ndjekur deri më sot, që nga krijimi i qendrës, dhe kemi futur dhe një skemë të re që është skema e financimit të filmit independent, që parashikohet aty financimi për filmin e gjatë independent, filmin e shkurtër, animacion dhe dokumentar. Vjet ka qenë në 2015 ka qenë rreth 5 milion lekë të vjetra, një financim fare modest vërtet, të cilin një vit më pas ne tentuam të arrisim dhe e kemi çuar në 6 milion lekë vjetra. Por që gjithsesi është një financim i cili i shërben atyre lloj produksioneve që afrohen ose për herë të parë me Qendrën Kombëtare të Kinematografisë, për edhe në shkallën e parë për të ngjitur në rrugtimin drejt financimit publik, ose atyre financimeve të cilët kanë siguruar një pjesë minimale tjetër nga buxheti i tyre për të realizuar filmin dhe kërkojnë një mbështetje ekstra. Ka dhe nga ato grupime, nga ata regjisorë dhe producent që kanë arritur të bëjnë investime teknike, në fushën teknike, domethënë kamera, montazh dhe mjete të tjera kinematografike, dhe në një farë mënyrë kjo ja lehtëson realizimin e një filmi të shkurtër. Kërkojnë disa para, ose ta themi në terma të tjerë, një buxhet i cili mbulon disa gjëra që nuk ka të bëjnë me mjetet, që ka të bëjnë me njerëzit, me aktorët, me disa ekzigjenca që lindin në çështjen e xhirimit. Pikërisht këtij lloj grupimi i është drejtuar, këtyre lloj grupime i është drejtuar kjo lloj skeme që quhet e filmit independent. Unë doja të falenderoja në fakt të gjithë ata që u treguan dashamirës dhe mirëpritën këtë lloj oferte që bëri qendra. Ishte një ofertë që bëhej për herë të parë dhe duhet falenderoj radh parë producentët me eksperiencë që u bashkangjitën kësaj oferte, sepse ishte një sfidë shumë e madhe që një producent me eksperiencë të pranojë të konkuroj për një shifër kaq të vogël dhe për një sfidë që nuk hyn te sfidat e vërteta të tyre. Filmi i gjatë është sfida e një producenti me eksperiencë dhe me një kurrikulum të pasur. Në këtë rast Sabina e bëri këtë lloj përgjigje që ne i kërkuam. Dhe në këtë rast përpos miqësisë me Suelën nuk e ka gabuar dhe Nuhatja. Për mua bëri një gest shumë të mirë, sepse pikërisht ishte domosdoshme lidhja dhe bashkëpunimi me një producente me eksperiencë dhe një regjizore që ishte në hapin e parë të aplikimit të qendër. Kështu kuptuan të dyja. Kuptuan gjithë sistemi si funksionon. Pikërisht kjo lloj skeme shërben edhe për të kuptuar si funksionon marrja e lekëve publike në qendër, si aplikohet. Në këtë rast funksionoi jo vetëm për këtë, por funksionoi për bërjen e një filmi të mirë, i cili mua personalisht më pëlqen, edhe unë dua të komplimentoj edhe aktorët, sepse nuk kam pasur mundësi t'ja them përpara. Faleminderit. Po më ka pëlqyer vërtet, domethënë. Zoti Butka, si ka rezultuar? Është më mirë të financohen shumë filma të shkurtër, le të themi nga qendra, apo një film? Por ne vetëm në skemën e filmit independent, ofertën që kemi, ofertën vjetore, kemi 5 filma të shkurtër. Domethënë shkurtër fiction po flash. Po kemi 3 dokumentar dhe 3 animacion, vetëm për skemën independent. Ndërsa për skemën e filmit tradicional të shkurtër, ne kemi 3 filma të tjerë të shkurtër, 3 animacion dhe 2 dokumentar. Domethënë ne kemi shumë të pasur gamën e filmit të shkurtër në vetvete. Mjafton të përmendim që në harkun e 2 viteve ne kemi financuar rreth 70 filma. Gati 35 filma për vit. Ku sigurisht hyn filmat e gjatë, filmat e shkurtër, brenda animacionit, dokumentari. Kemi shtuar skemën e Minority Co-Production, që aplikohet për të parë, dhe do të bie rasti ta përmendim edhe këtu sot përsëri për të kujtuar faktin e filmit kosovar që ishte për Oscar. Sepse pikërisht kjo skemë financimi.
Gjithashtu kemi shtuar edhe skemat të tjera të cilat i përgjigjen në një farë mënyrë kërkesave që ekzistojnë praktikisht në kinematografi. Mirë, Suel, a i njohin pak publikun me subjektin e filmit, shkurtimisht? Po, filmi ka në qendër të tij një çift të pamartuar, të cilët kanë një shtatzanit, baza ka një shtatzanit pa dëshiruar. Nuk flitet asnjëherë direkt për shtatzanin, gjithmonë ne marrim me mend dhe kuptohet. Të dy partnerët janë përballë këtij fakti jo fort të mirë pritur, por sidomos nga vajza kësaj radhe është them kësaj radhe se jemi mësuar që të jenë meshkujt ata që nuk e dëshirojnë një shtatzani të ndodhur në një moment jo të duhur. Në këtë rast kemi vajzën me më shumë kërkesë për veten edhe për jetën. Kemi vajzën e cila ka nevojë për më shumë hapësirë, e cila nuk e ndjen tek partneri i saj, por është një hapësirë për cilën nuk flitet thjesht hapësira që i lejon partneri, por hapësirën që ajo do të ndërtojë me jetën e saj dhe me karrierën dhe me punën dhe me veten. Është një histori e cila vendoset paralel dhe janë shumë periferik në fakt një linjë e dytë e një çifti tjetër me një fëmijë, të cilët me aq pak sa ne mund të lexojmë në film, nuk është një çift i lumtur. Dhe prezenca e këtij fëmije është shumë e distancuar. Linja e fëmijës në film pastaj zhvillohet dhe merr ngjyra të tjera. Ajo është diçka mes reales dhe surreales, është diçka mes fëmijës brenda personazhit kryesor, Gjildës, mes fëmijës ajo ka në bark dhe fëmijës që ka si qenie, njerëzori që është gati një fëmijë. Është të projektuarit e të ardhmes së saj, e këtij fëmije që do të jetë i lumtur apo s'do të jetë i lumtur. Gjithë këto mori pyetjesh brenda dhe për të cilat zhvillohet gjithë dialogu në film. Pa dal asnjëherë qartazi dhe në plan të parë, halli konkret, drama konkrete e personazheve. Për te zgjedhjes së Suelës për të bërë një metrazh të shkurtër, në fakt, unë mendoj që këto vite akumulimi, le themi, të shprehive artistike të regjizorëve të rinj, unë besoj që është një moment, në fakt, është bindje personale, që besoj që dua ta them dhe dua ta ndaj, është një moment që besoj që kanë shumë regjizorë të rinj, premtues, të talentuar, të cilët nesër në krye të disa viteve do bëjmë vepra shumë të rëndësishme dhe shumë të mira. Por, rruga, duke qenë se është e gjatë dhe vështirë, besoj kalon gjithmonë nëpërmjet metrazhit shkurtër. Pra, një regjizor, nëse do të bëj veprën e tij të parë të gjatë, duhet minimalisht për mua, personalisht, të bëj 3 deri në 4 metrazhe të shkurtra, sikurse e përmenda edhe pak më parë si një palestër. Është një mënyrë për të provuar veten, për të parë sheshën e xhirimit, për të kuptuar mekanizmin industrial të aplikimit, si janë pajiset. Pra, futet në botën e filmit nëpërmjet një metrazhi të shkurtër, duke eksperimentuar dhe ka luksin që të eksperimentoj me një metrazh shkurtër edhe të gaboj, se dhe po gaboj, tek e fundit, po gaboj me një metrazh gjatë, kostoja është e frikshme, sepse një metrazh i gjatë, okej, mund të prodhohet edhe me pak, sepse doja të thosha edhe këtë, neve aktualisht jemi duke prodhuar një metrazh të gjatë, që është një triptik, me 3 regjizorë të rinj, të cilët, në fund të filmit, se cili prej 3 regjizorëve do ketë 3 metrazhe të shkurtra, nga 20 deri në 30 minuta, kurse produksioni, pra era filmi në të rast, do ketë një metrazh të gjatë. Dhe ka një koncept të vetin i cili i lidh këto. Pra kanë lidhje këto 3... Ka një lidhje konceptuale, më tepër se sa një lidhje personazhi apo historie. Pse bëhet kjo? Dhe është e njëjta filozofia që ti të fitosh krijues. Pra neve investohemi si shtëpi prodhimi që ne të fitojmë krijues. Për ne është shumë e rëndësishme që hap pas hapi njerëzit të kenë mundësinë të punojnë, të provojnë vetveten dhe kështu të rriten që të mbrinte metrazhi i gjatë dhe ai metrazhi i gjatë kur të vi, të mos vi si një surprizë e çuditshme që ti nuk e di se çfarë je duke bërë, por të vi si një vepër e pjekur artistike me pretendime të mëdha që ndoshta edhe nuk ndodhin, ndoshta edhe nuk mbrim dot gjithë tek Oscari, por ama ti ja ke bërë të paktën, le themi, ke bërë maksimumin për të mbritur, për të bërë diçka të mirë. Pra,
ta kanë tek metrazhi i shkurtër, është një filozofi, është një koncept, përveç kësaj, në botë sot që flasim, janë mbi 280 festivalit të metrazhit të shkurtër të rëndësishëm. Pra, edhe metrazhi i shkurtër ka audiencën e vet. Përgjithsisht metrazhi i shkurtër është, le të themi, një sprov për regjizorin, por është edhe një statement, është edhe një citat social, politik, që një regjizor do të shpreh nëpërmjet, nuk do të shpreh gjatë, do të shpreh shkurtër. Pra, pak a shumë, doja thjesht ta konsumoja këtë. Ina, ndërkohë që filmi shqiptar ka tërhequr jo pak vëmendje kohët e fundit, duket që është në rrugë të mirë dhe po hapen disa dyer. Mendon të lësh teatrin edhe tash të merresh me filmin? Ja, unë i mirë pres të dyja, sigurisht që sado që nuk është paneli dur për ta thënë, nuk është paneli dur për ta thënë, dashuria ime për teatrin është... Por, them që të gjithë duhet të tregojmë shumë, jo të gjërë, po është ajo që the ti, po ndodhin shumë, po ndodhin ndryshime, po ndodhin gjëra të mira, po ndodhin gjëra të bukura që duhet i japin që të gjithëve shpresë për mirë, do me thënë ne duhet të tregojmë që të gjithë më të gjërë për sukseset e kolegëve tanë, për gjërat e bukura që ndodhin, për këto ndryshime, për arritjet e të tjerëve, në këtë rast tonë, apo si do me thënë, kjo është gjë shumë e rëndësishme, që po ndisen disa drita shpresë dhe besoj kjo është vërtet e rëndësishme, e bukur edhe me vlerë. Zoti Butka, pritshmëritë në Cannes, si janë? A do jetë pjesë edhe QKK-ja një mbështetëse e madhe në këtë rast për të lobuar dhe për ta çuar para më në këmishë? Si funksionon? Unë nuk besoj që çështja shtrohet tek një garë e ashpër për të fituar. Fakti që jemi aty jo për të fituar apo garë, po thjesht për të prezantuar dhe për të paraqitur pse jo deri aq sa janë mundësitë filmin më në këmishë. Sigurisht është mirëqënë që ne do bëjmë gjithë përpjekjet që t'jepi pranë produksionit që na përfaqëson. Ajo që është e rëndësishme është që ne kemi një përfaqësim. Herë tjetër nuk e kemi patur, edhe kemi arritur një hap të mirë. Një hap i cili pikërisht merr vlerë kur ne kemi financuar kaq pak. Do kjo kthehet në vlerë. Se po të kishim investuar shumë, do të ishte diçka natyrshme. Kjo e bën gati të çuditshme dhe tregon se sa vlerë ka nga ana tjetër jo financimi, por përpjekja, qoftë atyre që kanë realizuar filmin, por përpjekja edhe për të distribuar filmin, sepse ne shpesh jemi të penalizuar nga një akt shumë i rëndë. Domethënë, ne financojmë me fonde publike kinematografinë shqiptare, financojmë regjisorët dhe producentët, të cilët pasi mbarojnë filmin shpeshherë e mbajnë sirtar dhe nuk tentojnë më ta çojnë gjikundi. Dhe kjo është detyrë e tyre. Nuk na mungon dëshira që ta bëjmë ne këtë punë, por nuk e kemi tagrin për ta bërë, sepse duhet të aplikojnë vetë producentët. Ata nuk pranojnë aplikime nga institucionet. Ka shumë festivale që nuk e pranojnë këtë. Për shembull, në rastin jo të Cannes, po të Oscarit, kërkohen aplikime institucionale, do me propozimet vinë nga institucionet e shteteve që konkurrojnë, kur flasim për filmin e huaj më të mirë, të gjatur se të shkurtër qoftë, por për filmin e shkurtër duhet të aplikojnë produksionet, nuk mund të bëjnë sugjerime institucionet. Për filmin e gjatë bëjnë, ka detyrë ta bëjnë këtë gjë. Kështu që do t'i bëja një lutje, por lutje të vërtet, do t'i drejtoja gjithë producentëve dhe regjisorëve që financohen nga Qendra Kinematografisë dhe që nuk financohen nga ajo. Ta aplikojnë për festivale. Atë punë që bën Suela me insistim edhe me dëshirën e madhe që të jap vlerë investimit që ka bërë, duhet ta bëjnë të gjithë. Duhet ta çojnë filmin për festivale dhe të shikojnë pastaj sa do ketë rezultate. Dhe jam i bindur që rezultatet do vinë vetë. Ne presim që të na vinë, na turkasin derë, të na kërkojnë në filmin. Kjo nuk ndodh kurrë. Në emër të kësaj morëm një iniciativë në qendër përpara disa kohësh që të regjistronin pranë gjithë platformave online, të cilat bëjnë pastaj distribucionin për festivalet, gjithë festivalet e botës, filma tanë të shkurtër. Sekretarja komunikoi me gjithë produksionet që ka financuar dhe pikërisht në këtë moment përgjigjja erdhi do ta bëjmë vetë. Kjo është gjë e mirë që ta bëjmë vetë. E kupton? Dhe shqyqyrë që ta bëjmë dhe o bura ai ta bëjmë dhe nëse kanë nevojë vërtet nga ne për të aplikuar në për festivale që ndoshta kanë dhe një fi. Qendra e ka predispozitën që ta paguajë këtë fi.
Dhe më mjafton të identifikojnë festivalet që u bëjnë më shumë punë dhe që janë vërtet festivale me vlerë, se edhe duhet me menaxhu pak energjit tona dhe mundësit tona financiare, personale të tyre, sepse s'mund të shkojnë gjithë festivalet e botës. Por në qoftë se identifikojnë festivalet të rëndësishme, që janë vërtet interesuar për filmin e tyre, ose ku mund të shohin hapësirat, cilat japin tjetër lloj vlere dhe kontributi filmit të tyre, mos hezitojnë të sjellin në qendër propozimet e tyre për të financuar ne nga ana jon fit, nuk na mungon kjo dëshirë. Problemi është të fillojnë ta bëjnë të punë dhe të identifikojnë ku duhet të aplikojnë. Po dhe bashkangjitur kësaj thirrje, zoti Butka, edhe sigurisht i sqarimit që ju bët, edhe unë shpresoj dhe kam përshtypje të gjithë ne shpresojmë që këto raste të jenë një lloj motivimi që kinematografia jonë të ecipare dhe gjithë të guxojnë, ta bëjnë këtë gjë pasi sikurse shihet jemi në rrugë të mbarë, nuk është pak që filmi shqiptar përmendet në Oscar, në Cannes, në festivalet, në eventet më të rëndësishme të kinematografisë botërore. Kështu që me këtë mesazh edhe me një falënderim shumë madh që ishit sonte këtu, edhe me shumë suksese për filmin Mend të Mish Suela. Faleminderit zoti Butka, faleminderit Tina, Sabina gjithashtu edhe Castro. E mbyllim edhe sonte panelin e tretë dhe sigurisht edhe emisionin Thurje, duke ju uruar një javë sa më të mbar. Ju puth shumë gjithë, kaloni bukur dhe bashkë jemi që në tjetër.